Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar mbylljen graduale të misionit të UNMIK-ut. Sipas tyre, misioni i tij konsiderohet të jetë i tejkaluar dhe me shpenzime të panevojshme. Përfaqësuesi i SHBA-s në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, John Kelly, tha se 81% e buxhetit të UNMIK-ut shpenzohet për paga të stafit, ndërkohë që misioni nuk ka më ndonjë funksion të vërtetë në Kosovë dhe nuk kontribuon në paqe. Po ashtu, ministra në detyrë të punëve të jashtme të Kosovës, Donika Gorvalla, në fjalimin e saj në Këshillin e Sigurimit të OKB-s ka kërkuar largimin e UNMIK-ut nga Kosova. Sipas saj, UNMIK-u nuk përmbush më asnjë funksion që justifikon pranimin e tij duke kritikuar misionin për shtrembërimin e fakteve dhe humbjen e kredibilitetit. Por cili është funksioni dhe misioni i UNMIK-ut në Kosovë? Administrata e përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Kosovë u krijua në vitin 1999 pas luftës së Kosovës me qëllim të mbikëqyrjes së kalimit të Kosovës nga një territor i administruar nga Kombet e Bashkuara në një shtet të pavarur dhe të stabilizuar. Disa nga detyrat kryesore të UNMIK-ut janë administrimi i Kosovës, forcimi i sigurisë, si dhe zgjidhja e çështjeve të komunitetit. Por cilat janë disa të mira dhe të këqija që do të sillte mbyllja e UNMIK-ut në Kosovë? Disa nga pikat pozitive. Rritja e sovranitetit dhe subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, ku largimi i UNMIK-ut do të ishte një sinjal politik i fuqishëm se Kosova është e aftë të menaxhojë vetë çështjet e saj. Zvoglimi i paqartësisë institucionale. UNMIK-u ka ndër rol formal në disa fusha, ku çka e krijon kufizion dhe mbivendosje me institucionet vendore dhe EULEX-it. Mbyllja e tij do të eliminonte këtë strukturë të vjetruar dhe simbolikisht të padobishme. Përshpejtimi i normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. UNMIK-u shpesh është përdorur nga Serbia si kanal komunikimi me Kosovë pa e njohur shtetin e saj, ku largimi i UNMIK-ut do të shtynte Serbinë të bashkëpunojë më drejt për drejt me institucionet e Kosovës ose përmes BE-s. Disa nga pikat negative nëse do të ndodhej mbyllja e UNMIK-ut në Kosovë. Është përgjegjësia e plotë e shtetit të Kosovës, ku Kosova do të merrte përgjegjësinë për administratën dhe sigurinë, çka do të kërkonte një angazhim të madh. Pika e dytë është rritja e presionit për përmirësimin e institucioneve. Do të kishte një shtim të presionit për të përmirësuar sundimin e ligjit dhe të drejtat e njerëzit. Si dhe pika e tretë është ndikimi në marrëdhëniet ndërkombëtare, ku mbyllja mund të ngadalësonte njohjen e Kosovës nga shtetet e tjera që ende nuk kanë njohur pavarësinë e saj. Si përfundim, mbyllja e UNMIK-ut do të sillte zhvillim të mëtejshëm për Kosovën, por edhe do të përballej gjithashtu me sfida të reja për stabilitetin politik, ekonomik dhe social.